Përshëndetje miqtë mi. A do të pranoni të Alinit karrigen tuaj të rehatshme e të udhëtonit me dikë që për shumë vite ka bërë një jetë të pahishme, duke lënë pas një numër të madh njerëzish të lënduar, premtime të thyera dhe para të falsifikuara. Ky njeri arriti majën e pastaj ra shumë poshtë, por në fund mendja, zemra dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Po ndihni të lirë nga prangat radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vijnë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin me numër 353, programi që u bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Më ndihmo pak me këtë, është e rëndë. Ja, këtu duhet jetë në rregull. Po që na u desh ne të grabisni një qendër baxheje. Shpresoj të ketë shumë para brenda, se për ndryshe... Hesh tani, shumë do të ketë ke për të parë. Brenda gjendet edhe një livër shitjesh. Edhe atë duhet ta marrim. Mbaje pak elektrikun. Mbaje edhe daltën. Po. Fort duhet ta godas? Po, me sa fuqi të kesh. Kjo kuti nuk hapet lehtë. Hej, shiko çfarë pas ka brenda. Monedha. Monedha argjendi. Mbase janë duke përdorur ndonjë lloj marifeti, duke i këmbyer mallrat me monedha argjendi. Sidoqoftë, eja ta fusim në makinë kutin. E ngren dot. Duhet të peshojmë me patjetër 1 ose 200 kg. Daj do të na duhet ta ndajmë. Por ta dish që kjo është marrëzi. Marrëzi apo jo? Këtu bëhet fjalë për para. Largohemi me një herë prej këtej. Personazhi i historisë sonë të sotme lindi në Asheville në Karolinën e Veriut. Ai ishte djali një biznesmeni të suksesshëm që falimentoi gjatë bumit të pasurive të patundshme të viteve 20. Kenny Edward njihej me nofka të ndryshme. Kjo është dëshmia e tij e vërtet që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat dhe është marrë nga dosjet klasike të këtij programi. Në moshën 14 vjeçare kur isha në gjimnaz, i vura si qëllim vetes që të fitoja shumë para, por pa u lodhur. Kohë para se të mbushja 16 vjeç, unë kisha filluar një biznes timin, që rezultoi mjaft fitimprurës. Bëj fjalë për periudhën kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ndalonin me ligj shitjen e pijeve alkolike. Unë hapa një biznes që mund ta menaxhoja me lehtësi. Madje mësova edhe shokun tim të klasës, Tomin, se si mund të më ndihmonte. E shikon Tomi? Ti thjesht duhet të fusësh këto shishe katrore në kutinë e kartonit. Dhe askush nuk do ta di se çfarë ka në të, derisa të rinj të afrohen. Shishet nuk duhet të jenë të ngjitura me njëra tjetrën, apo jo? Ashtu është, por gjithashtu nuk duhet të zënë shumë vend. Dëgjoj, një shishe 4 litrëshe kushton rreth 30.000 lekë. Ti duhet ta hedhësh në shishe më të vogla dhe secilën prej tyre duhet ta shesësh 5.000 lekë. Plako, po ti dal ke me fitim. E di, dhe nuk paguan fare taksa. Mos harro që maturantët kërkojnë të bëjnë qef mbrëmjen e maturës duke dalë pa nga vetja. Fantastike, kjo do t'i bëj të ndihem pa komplekse. E vërtet, shumica e tyre nuk e përballojnë dot alkolin dhe bëhen të dobët fizikisht, por ne do të marrim lekët dhe do t'ja mbathim. Në rregull? Në rregull. Mirë pra, ti qëndro në këtë anë të rrugës dhe unë do të kaloj në anën tjetër. Kenny, ti je? Po, unë jam. Pse u ktheve kaq vonë, Pierre? Po ja, mendova se kishe rënë për të fjetur ti gjyshe. Dhe u përpoqja mos të dëgjoja. Më e pakta që mund të bëj kur prindrit e tu nuk janë në shtëpi, është të qëndroj zgjuar edhe të sigurohem që je mirë. Mirë, gjyshe. Tani jam mirë. Kështu që shko të flesh. Kenny,
Ti je brenda në shtëpi. Por në të vërtet, nuk mendoj se je mirë. Çfarë do të thuash ti me këtë? Dua të them që ke pirë. Mund të ndjej aromën e alkoolit pirë. Mund të ndjej fare mirë. Po në rregull. Pranoj që kam pirë pak. Në kohën time, njerëzit që ishin në gjendje të tillë konsideroheshin të pirë. Ajo ishte kohë tjetër, dhe kjo është kohë tjetër. Keni, ullu pak zemër. Gjyshe. Jam i lodhur. Tani është vonë. E di, por të dua pirë. Edhe mund të mos më jepet më mundësia për të biseduar me ty për këtë gjë. Gjyshe, Të lutem, birullu, nuk do të mbaj gjatë. Në rregull. Keni, unë kam njohur shumë njerëz në jetën time, edhe i kam vëshkuar gjatë ata si puna jote. Të gjithë ata që kam takuar, kanë ndjekur një rrugë që i ka çuar në shkatërim pirë. Dëgjoj, unë të dua shumë. Edhe nuk dëshiroj që të ndodhe njëjta gjë, pa të thënë gjithçka që kam mësuar nga jeta ime pirë. Keni, kur dikush e lejoni natin, ti marrë më të mirë nga vetja si që kam parë këtë gjë tek ti. Edhe po ashtu kur e lejon alkoolin ti zotroj mendjen, atëherë ai shytet në të lashe, te të thella. Vështirë se mund të them diçka tani që do të bëj të largohesh nga rruga që ke nisur. Por dua të them këtë. Kur fundi yt të vi, burimi i vetëm që do të... Gjyshe, është vonë, jam i lodhur. Keni, ke për të qenë mjaft i plakur dhe i dobët kur të arrish në pikën ku do të japësh të njëjtën këshill që unë po të jap tani. Dhe ajo që dua të them është kjo birë. Kur të kesh humbur gjithçka, të gjitha parat, miqt, edhe vetë besimin, atëherë kur të vi fundi birë, kërko Perëndin tim, kërko Jezu Krishtin. Ai ka thënë, atë që vjen tek unë, këtë premtim e ka bërë për të gjithë ata që e kërkojnë atë, unë nuk do ta nxjerr jashtë. Gjyshe, Birë, një ditë do të kesh shumë nevojë për të. Një ditë do të kesh tej mase nevojë për Jezusin, birë. Nuk është e nevojshme t'ju them se ajo që gjyshja më tha, nuk piju ujë me mua. Unë nuk u largova nga rruga që tashmë kisha nisur. Vazhdova me shitjen e paligjshme të alkoolit duke pirë edhe vetë. Dhe patjetër që nga pas më ndoqën problemet. Në moshën 18 vjeçare isha një djalosh me një fizik mjaft të zhvilluar. Në gjimnaz isha mjaft i zoti në futboll. Askush nuk donte të kapej me mua. Një ditë kur vura re që nuk po fitoja shumë para dhe që disa nga pijet alkolike mungonin, shkova t'i bëja një surprizë ndihmësit tim, Tomit. Ej, Tomi, nga ke qenë? Qënë ke ti? Më trëmbe, Keni nuk të pash kur erdhe. Base nuk më ke para sa terë kur ishe duke marrë disa nga shishet e alkoolit. Unë thjesht doja të dorëzoja një porosi, Keni. Ashtu? Ku po e dorëzoje? Po ja, poshtë, tek dyqani për te rrugës. Shitsi më tha se i kishin mbaruar të gjitha shishet dhe kishte nevojë për të tjera. Tomi, me dorëzimin merrem unë. Unë thjesht doja të ndihmoja. Po pra, të më ndihmoje mua dhe veten tënde gjithashtu. Jo, Keni, të betohem. Mos u beto kot, Tomi, se nuk fiton dot gjë me këtë. Po një mësim të mirë duhet të ta jap. Një mësim që të mos e harrosh asnjëherë. Edhe këtë e ke dhurat për shishet që më ke vjedhur. Unë nuk do të... Jo, mos, Keni... Dhe mendoj se këto shkelma i japin fund ortakërisë tonë. Isha më së i bindur se Tomi kishte vdekur nga goditjet që i dhash. Ai ishte fundi i periudhës së arsimit tim dhe fillova jetën time duke u thuar sa nga një vend në tjetrin. Si shumë djem në periudhën e depresionit të madh, edhe unë përfundova në Los Angeles. Fillova punë si kuzhinier në një restorant të madh. Siç u thash edhe më parë, prej fizikut tim të bëshëm në gjimnaz luaja futboll. Në restorant kishim një punonjës sigurie që ishte emëruar edhe si mbikëqyrës. Por të gjithë e dinim se puna e tij kryesore ishte të mbante rregull.
Vetë mos lejonte të ftuarit e pa dëshiruar që të futeshin brenda. Ne shkonim mjaft mirë bashk. Sa herë që vinte në kuzhinë ai më përshëndeste. Ç'kemi djalosh? Si po të ecën puna? Nuk di ç'të them. Më duket sikur kam ngecur këtu mes tiganëve dhe tenxhereve. Ti ai që ishe klientët tek hyn e dalin pagi. O ç'klient o mik. Sonte në tavolinë janë shtruar disa të humbur. Kanë për të më lodhur. Që kur janë ulur vetëm probleme kanë shkaktuar. Pagi pa ke frikë për tyre. Të kemë frikë për tyre. Nuk bëhet fjalë. Por po nxehen të gjithë atëherë mund bëhet navi. Të kuptoj. Më bëj një zë po patë nevojë për ndihmë. Po, nëse ata do të bëjnë ndonjë gjë, do të më duhet shumë ndihma jote. Gjysmë ore më vonë plasën zënkat dhe Pagi kërkoi ndihmën time. Në atë kohë zënkat dhe nevoja për ndihmë kishin pushtuar çdo lagje të atij vendi. Ajo situatë ishte shansi më i mirë që më dha. Më pas Pagi erdhi të më falenderonte. Je shumë i zoti me grushtimet, Kenny. Edhe ti Pagi. Më thuaj sa herë të duash. Ashtu? Në fakt është dikush që kërkon të flas me ty. Oh? Kush? E di çfarë? Për momentin e harroje këtë që thash. Se do të ta thot vetë. Ai ka shumë lidhje në qytet. Mbrëm të pasë si punove dhe kërkon të të bëj një propozim të vogël. Djali për të cilin Pagi më foli ishte i heshtur. I bëshëm edhe pak sa i frikshëm. Të paktën këtë përshtypje të linte. Ai dukej sikur mbikëqyrte të gjithë punët në Los Angeles. Por kishte nevojë për një të rritur që të lëvizte nga njëri vend në tjetrin dhe të mblidhte parat. Sidoqoftë, fillimisht duhet të kaloja një provë të vogël. Punët e tij nuk po shkonin mirë dhe ai donte që unë ta ndaloja këtë gjë. Dëgjoj djalosh. Këta tipa ne kanë hedhur me makinat e monedhave që kemi. Kur ne shkojmë për të bërë mbledhjen e parave, e ti se çfarë gjejmë? Monedha false. Ata kanë nevojë për një mësim. Me aq sa kam parë, ti je mjaft i zoti për këtë punë. Një nga djemtë e mi do të tregoj kryetarin e grupit të tyre. Ti duhet vetëm t'ju japësh atyre trimave të njëjtin mësim që ju dhe edhe i liqarëve që kishim sonde këtu. Ja, merri këto $40 si paradhënia. Dhe kur ta mbarosh të gjithë këtë punë, do të jap pjesën tjetër që të plotësojë $100. Pjesën tjetër do ta kesh në dorë kur puna të ketë përfunduar e gjitha. E po, tani isha futur në skenën e kumarit. Për disa kohë punova duke lëvizur sa nga njëri vend në tjetrin. Gjithashtu u bëra shpërndarës i letrave të bigjozit në kazino. Por mësova diçka. Para duhet i marrësh që në fillim të marrëveshjes. Unë nuk e pash me sy pjesën tjetër të $100. Qesharake apo jo? Kjo më kujtoi një mësues të shkollës të së dielës kur gjyshja më çonte dikur. Sa herë që shkoja mësuesi përsëriste të njëjtat vargje. Mos u gënjeni. Perëndia nuk vihet në lojë sepse ç'të mbjell njeriu atë edhe do të korr. Sepse ai që mbjell në mish të tij do të korr nga mishi i tij prishje, por ai që mbjell në frym do të korr nga fryma i jetë të përjetshme. Kështu fillova të kuptoja se si funksiononin gjërat. Ti mashtroje të tjerë dhe të tjerë të mashtronin ty. Megjithatë kisha shumë për të mësuar. Kjo mënyrë jetese ishte e re për mua, por unë vazhdova të bëja çdo gjë me qëllim, që të arrija standardet që të tjerët kishin për mua. Mjaft më mërzite me ato të shkareta para që kërkon. Haroj, se thua sikur të fitosh një shumë edhe më të madhe. Do të pranoj vetëm nëse më jep të gjitha parat në fillim. Mirë, si të duash. Këtë herë do të fitosh shumë. Mendon se je gati? Gati si asnjëherë tjetër, edhe më i fortë. Puna e radhës kërkon mençuri, dhe unë besoj se ti e ke këtë gjë. Pa hënjer. Për çfarë bëhet fjalë? Do të kesh të bësh me më të mirin. Më të mirin? Për çfarë po flet? Po flas për ajdutin më të zotë të pjesës perëndimore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dëgjoj, unë nuk di asgjë mbi vjedhjet. Por mund të mësosh, plako. Mund të mësosh. Ky tipi për të cilin po të flas është duke krijuar një grup prej 4 vetësh dhe i duhet një njeri fort. Dikush me muskuj dhe tru. Je interesuar ti? Base. Kam nevojë të di më shumë. Harvey do të tregoj më tepër në lidhje me këtë. Ai ka nevojë të mësoj emrin tënd. Nëse do të më duhet të merrem me këtë gjë, atëherë është mirë të qëndroj larg ligjit dhe të mbaj një emër tjetër. Si të duket emri Kain? Po. Kaini të mërshëm.
Shpesh kam pyetur veten pse zgjodha atë emër. Mbase për shkak të kujtesës së vakët të shkollës të së dielës. Kaini ishte ai që vrau vëllain e tij, Abelin. Më kujtohet një fragment i historisë. Pas vrasjes Kaini ju përgjigj Perëndis duke thënë: "Mos jam unë rojtari i vëllait tim?" Në fakt nuk isha edhe nuk e dija arsyen. Për vite të tëra jetova duke e thyer ligjin. Me grupin grabisnim dyqane ushqimore, veçanërisht ato që ishin të lidhura me njëri tjetrin, në Texas, Wyoming, Arizona, Colorado, edhe në shumë vende të tjera, madje edhe në Indiana. Thuajse 60% e grabitjeve bëhej me armë. Arritëm deri në pikën sa grabitëm 2 banka të vogla. Por donim t'i mbanim larg agjentët e FBI-s. Personi që planifikonte grabitjet ishte i zgjuar. Por ne shkuam në atë vend që solli rrënimin ton, tek baxhoja që kishte monedhat e argjënta. Kjo ishte marrëzia më e madhe që kishim bërë ndonjëherë. Në makinë gjendeshin 4 djem, argjëndi, mjetet, armët dhe maskat. Ende nuk kishim bërë 80 kilometra rrugë, kur gomat e makinës u çan dhe ne u detyruam që disa prej monedhave t'i hidhnim në një kanal. Nuk mund të rrezikonim duke i dorëzuar ato. Kjo na futi në biznesin e falsifikimit, që ishte marrëzi edhe më e madhe. Nuk po pëlqen tingulli i këtyre monedhave. Evo, jemi ne ata që do ta ndryshojmë tingullin e tyre. Ashtu? Po, si do ta bëjmë këtë? Ti do të shkosh në një bibliotekë. Do të marrësh një libër që flet për monedhat, dhe do ta zbulosh vetë. Unë të mbaj për djerë të zgjuar të. Kjo është marrëzi, shumë marrëzi. Ti e bëj atë që të thash, kaq mjafton. Kështu më zgjodhën të shkoja në bibliotekën e këtij qyteti, të zymte e të izoluar. Dhe të kërkoja një libër që tregonte se si mund të ndryshojë tingulli i monedhave, që ato të dukeshin si të vërteta. Të paktën bibliotekarja më ndihmoi. Po kërkoj një libër që flet për hekura. E ke fjalën për metalurgjin? Po, ja, besoj se po. E po një libër që ka të bëjë me monedhat. E kuptova. Mirë, prit sa të kontrolloj pak. Ky libri këtu flet për monedhat e argjënta. A mund ta shoh? Prit pak? Me sa duket këtë libër e ka kërkuar dikush tjetër. Dgjoj, kjo është kartë vizita jon. Nëse ti më jep emrin dhe adresën tënde, kur libri të kthehet, do të njoftoj me shumë kënaqësi. Nuk dua të hap të lashe. O jo, as pak, për këtë jam këtu, për të ndihmuar njerëzit. Edhe një herë tregova se sa të paaft mund të ishin kriminalët. Duke rënë në gjurmë të monedhave tona false, Departamenti i Thesarit dërgoi ekspert në bibliotekat e kësaj zone, duke menduar se kriminalët mund të kërkonin libra që flisnin për monedhat dhe metalet. Brenda 24 orëve shërbimet sekrete erdhën për të na takuar. Ishte një grup nga Departamenti i Thesarit që merrej me monedhat e falsifikuara. Mendoj se gjyqtarit i erdhi keq për mua. 3 antarët e grupit tim kishin bërë edhe shkelje të tjera ndaj ligjit. Ata janë mbathën për gjatë lumit, por duke qenë se kjo ishte akuza e parë në dosjen time, unë ja hodha me 5 vjet lirim me kusht. Do të pyesnit ju nëse mësova diçka nga kjo? Nuk mësova shumë. Shumë shpejt fillova të bëja punë të tjera për vjedhje të vogla. Keni, unë kam njohur shumë njerëz në jetën time, edhe i kam vëshkuar gjatë ata si puna jote. Të gjithë ata që kam takuar kanë ndjekur një rrugë që i ka çuar në shkatërim pirë. Kujtimet për gjyshen dhe fjalët e saj më bën të mendoja për të shkuarën, dhe kjo preku gjumin tim. Shpesh zgjohesha nga kujtimet dhe fjalët e saj paralajmëruese. Ke për të qenë mjaft i plakur, edhe i dobët kur të arrish në pikën ku do të japësh të njëjtën këshill që unë po të jap tani. Po, rruga ka qenë e gjatë që të shkem e të. Kur të kesh humbur gjithçka, të gjitha parat, miqt, edhe vetë besimin, atëherë, kur të vi fundi, kërko Perëndin tim birë, kërko Jezu Krishtin, a i ka thënë, atë që vjen tek unë, këtë premtime ka bërë për të gjitha ata që e kërkojnë atë, unë nuk të ta nxjerr jashtë. Po, shumë rrugë e gjatë dhe e lodhshme. Jam i lodhur nga gjithçka.
Në Batavia të New Yorkut fitova $69,000 nga një lojë mezare. Parat si që vinë ashtu edhe ikin. 660 prej tyre ja lash bakshish drejtuesit të lojës dhe punojnësve të tjerë të kazinos. Kainit meshëm. E sa shot pas ka ecur fati këtë natë. Nuk ishte keq. Po ti, kush je? Nuk mendoj se më mban mend. Duket se të kam parë diku. Kemi punuar bashk në Los Angeles vite më parë. Jam Qeci. Po. Tani më kujtohet. Qeci. Kemi punuar bashkë me makinat e monedhave. Po. Po, mua nuk më ka ecur shumë së fundmi. As mua deri më sot. Ashtu? Në fakt unë mendoja nëse mund të merja pak nga I fati yt. E si nuk më shkoj në mendje kjo më parë. Më duan disa para borç. Do të t'i kthej. Sa të marr vete. Po si? E kam dëgjuar shumë herë këtë. Jo, e kam seriozisht. Do të t'i kthej. Më beso. Sa të duen? Vetëm $1,000. Vetëm $1,000? Mos të kalon gjë mendja? Dëgjoj, të jap fjalën që do të t'i kthej. Shumë shpejt, të betohem. Mirë. Edhe unë kam kaluar kohët e mia pa fat. Edhe në rregull, merri. Por mos i harxho të gjitha për të pirë. Ja, Kaini që njohim. Të vjen në ndim si gjithmonë. Mirë. Vetëm mos harro. Emri im është Kaini të mërshëm. Baje mend. Do të kërkoj të mi kthesh parat. Pa mera, Kain. Do të t'i kthej shumë shpejt. Ke për ta parë. Mu deshën vetëm 6 muaj për t'i harxuar fitimet e mia. Të gjitha. As Qetsin dhe as parat nuk i pash më. Gjërat morën të pjetën dhe megjithëse lejova të më dilnin nga duart mijëra dollar të tjerë, shuma që i dhash Qetsit po më mundonte dhe konsumonte për brenda. Lidhjet që kisha me botën e krimit u dobësuan deri në pikën ku duhet të filloja një punë të zakonshme. Unë nuk isha bler gjëra me listë që nga shkolla e mesme, ndërsa tani duhet të shkoja çdo ditë në punë. Më pas ndodhi një aksident industrial. Unë jam në spital. Mendoj, po flasim për djegje të lëndëve kimike. Miqtë morën ua makinën time. E përplasën. Duhet të dalë në gjyq si bashkëfajtori një vrasje që është kryer gjatë kohës kur vidhja. Cili ishte paralajmërimi që më dha gjyshja? Atëherë, kur të vi fundi, birë, kërko Perëndin tim. Kërko Jezu Krishtin. Ai ka thënë, atë që vjen tek unë, këtë premtime ka bërë për të gjithë ata që e kërkojnë atë, unë nuk do ta nxjerr jashtë. Pendohu për mëkatet e tua. Ai do të të shpëtoj. Kërkoja atë, birë. Ta kërkoj? Gjyshe, po ku ta kërkoj? Me kalimin e kohës u largova nga New Yorku dhe shkova në Gainesville të Floridës. Dhe në rrugë takova atë, Qetsin, djalin që më detyroi $1,000. Hey, ti! Me mua po flet? Ç'kemi Kain? E gjete, unë jam Kaini të mërshëm. Më mban mend. Dua të më kthesh parat që më more. Do t'i kthej, Kain. Do të më kthesh që shke me të. Pikërisht tani. Po tani nuk i kam, Kain. Tani nuk i kam. Por do t'i gjej. Patjetër që do t'i gjesh. Por do të duhet të mi gjesh tani. Nuk mundem, Kain. Të duhet të presësh pak. Unë kam pritur mjaftueshëm, Qetsi. Dhe e di kush është përgjigja ime. Kain, tani nuk i kam, por do t'i gjej.
Të lutem, mjaft me kaq. Merre shtruar Kain. Do ta marr. Do ta marr unë shtruar. Emri im është Kain, e mban mend. Kaini, i të mërshëm. Dhe po të marr hakun që më takon. Edwards Kain, cili do qoftë emri? Fol, Ke vizitor. nuk duhet të takoj askënd. Unë jam avokati yt dhe më ka dërguar gjykata. Për të më takuar mua, unë nuk kam kërkuar askënd. Të gjithë e kanë të drejtën për të pasur një avokat. Mjaft me këto. Oficer, dua të flas vetëm për vetëm e të. Kur ky tipi këtu mendoi se personi që rrau do të vdiste, nuk e vrau shumë mendjen. Me kësi lloj grabitës ke të bësh. Këtë e di. Tani a mund të na lësh vetëm? Në rregull. Mbaje në vëzhgim. Gati sa nuk e vrau atë tjetrin. Ata thonë se e vrava unë Qetsin. Nuk është e vërtet. Sot në mëngjes Qetsi doli nga gjendja kritike në të cilën ndodhej. Po atëherë përse policët erdhën dhe më thanë që... Këtë nuk e di. Mbase donin të shihnin të mërzitur. Do me thënë oficeri tani u shgënjye. Unë quhem George Lawson dhe kjo është kartvizita ime. Më kanë dërguar nga gjykata dhe më thanë se të duhej një avokat. Po, mendoj se më duhet një. A të ka thënë ndonjë që nuk kam asnjë para për të paguar? Mos u shqetëso se këtë e di. Atëherë, cili është emri yt i vërtet? Sepse më ka thënë disa prej tyre. E di. Në fakt, më thrasin Kain, por emri im i vërtet është Kenny Edwards. Mirë Kenny. Do të duhet të paraqitesh sërish para gjykatës dhe nëse nuk ke para për të mbuluar shpenzimet e gjyqit, atëherë do t'i mbuloj vetë gjykata. E sa kam kuptuar, nuk ke askënd që të dalë në krah. Dhe asnjë vend ku të shkosh. Po, paga shumë ke të drejtë. Kam një gjyshe, por ajo është në parajs tani. Nëna ime është ende gjallë dhe jeton në veri. Të kuptoj. Pa të shohim çfarë mund të bëjmë për ty. Çfarë do me thoni ka ky peshku i vogël në kartvizitën tënde? Ai është një simbol që më kujton se Jezusi ju tha dishepujve që do të bëheshin peshkatar njerëzish. Unë jam i shpëtuar dhe ky është qëllimi i jetës time. Po ti Kenny, je i krishter? Gjysha u përpoq të më bënte të tillë. Edhe nëna besoj. Por unë nuk shkoj në kish, nëse kjo është pyetja jote. Jo, nuk po të pyes këtë gjë. Jezusi erdhi në botë për të vdekur për mëkatarët, që ata të mund të merrnin jetën e përjetshme. Tek Ungjilli i Gjonit kapitulli 3, Jezusi tha: Në të vërtet po të them se nëse një nuk lind përsëri, ai nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë. Kenny, ne duhet të pendohemi për mëkatet tona. Të besojmë se Jezusi vdiq për ne dhe t'i kërkojmë atij të na shpëtojë. Në Bibël thuhet: Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Por nëse dëshiron, do të flasim më shumë për këtë sapo të mbledh informacionet mbi problemet që kemi me ligjin. Atë natë, i vetëm në qeli, kisha shumë gjëra për të menduar. Avokati George Lawson më foli për shpëtimin, për rilindjen. Unë po kërkoja ndihmë. Fjalët e tij më sollën sërish në mendje gjyshen. Kur të kesh humbur gjithçka, të gjitha parat, miqt, edhe vetë besimin, atëherë kur të vi fundi birë, kërko Perëndin tim. Kërko Jezu Krishtin. Ai ka thënë: Atë që vjen tek unë, këtë premtim e ka bërë për të gjithë ata që e kërkojnë atë, unë nuk do ta nxjerr jashtë. Perëndi i dashur, unë nuk di çfarë të bëj. Si gjyshja edhe avokati Gjorgji më kanë thënë se nëse të kërkoj ty, ti nuk do të më nxjerrësh jashtë, Zot. Ti e di që të gjithë më kanë kthyer shpinën. Unë nuk meritoj asgjë të mirë. Ndaj nuk kam ku të shkoj tjetër, veç se tek ti. Ata më kanë thënë gjithashtu se nëse pendohem për mëkatet e mia dhe nëse lutem që të më shpëtosh,
Ti do ta bësh. Oh, Perëndi. Gjorgje më dha këtë kartë vizit mbi të cilën është shkruar, sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ringjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Oh, Perëndi, unë pendohem për mëkatet e mia, dhe e besoj që ti vdiqe për të më shpëtuar. E besoj. Të lutem, Jezus, më shpëto. Në shumë byzylyk, bluza e sendit të tjera lexojmë pyetjen: çfarë do të bënte Jezusi? Por nuk keni pse të kërkoni ka gjatë. Ju mund të zbuloni vetë parimet e jetës së Jezusit dhe mësimet e tij. Nëse dëshironi të lexoni libra që mund t'ju ndihmojnë më shumë, ju ftoj të na shkruani në Radio 7, kutia postare 2914 Tiranë, ose mund na dërgoni një email në info@radioviz7.net. Kenny Edward, që më parë ka qenë një kontrabandist pijesh alkolike, mashtrues, hajdut, ekomargji profesionist, falsifikues e një mëkatar i mirë, u pendua për mëkatet e tij dhe doli jashtë atij burgu. Personi që e kishte sulmuar refuzoi të ngrinte padi kundër tij, dhe kështu ai u la i lirë. Tek Ungjilli i Gjonit në kapitullin 8 dhe në vargun 36 thuhet: nëse biri do t'ju bëjë të lirë, do t'jeni me të vërtet të lirë. Kenny Edwards ndoqi udhën për të fituar një jetë të re në Krishtin. Ai u kthye në shtëpi për të takuar nënën dhe një fëmijë që ishin lutur për të çdo ditë për vite me radhë. Më pas shkoi në universitet ku mori një diplomë, e pastaj në shkollë biblike që të mund të mësonte fjalën e Perëndisë. Për vite të tëra punoi me kohë të plotë për një shërbes të rish në Chicago, duke këshilluar dje me vajza të reja që kishin probleme me ligjin. Jeta e re e Kenny Edwards demonstron premtimin e sigurt të Perëndisë. Do t'ju kompensoj për të korrat që ka ngrënë Karkaleci. Tani Kenny është në parajs, i shpëtuar me anë të hirit të Zotit Jezus Krisht që ka mëshirë për të, e për të gjithë ata që rrëfejnë mëkatet e tyre, pendohen dhe me zemër thërasin emrin e tij për shpëtim. Në librin e profetit Jeremia, Perëndia thotë: mu drejto dhe unë do të përgjigjem e do të njoftoj gjëra të mëdha dhe të padepërtueshme që ti nuk i di. Miq të dashur, të gjithë mund të marrin mëshirën e Perëndisë. Ai nuk do që ndokusht të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim. Ju mund ta thërrisni emrin e tij tani. Ndoqët programi me numër 353. Kjo ishte historia e vërtetë e Kenny Edwards, të lirë nga pranga, të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, por të treguar nëpërmjet historive të vërteta, se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte e kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj, ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshëm.